Pas një muaji fushate elektorale, Shqipëria sot është në heshtje zgjedhore, ndërsa të dielën në 11 maj qytetarët janë thirrur në votime për të vendosur se kush do t'i qeverisë në 4 vitet e ardhshme. Kodi zgjedhor i Republikës së Shqipërisë në nenin 77 përcakton qartë periudhën e heshtjes zgjedhore dhe kufizimet që lidhen me të. Sipas këtij neni, dita para datës së zgjedhjeve dhe dita e zgjedhjeve deri në orën e mbylljes së votimit formojnë periudhën e heshtjes zgjedhore. Gjatë kësaj periudhe ndalohet çdo aktivitet fushate zgjedhore, përfshirë zhvillimin e mitingjeve, aktiviteteve të tjera zgjedhore dhe shpërndarjen e materialeve propagandistike nga subjektet zgjedhore. Për ata që shkelin këtë dispozit, kodi zgjedhor parashikon sanksione financiare. Në nenin 174 përcaktohet se subjektet zgjedhore që thyen heshtjen zgjedhore mund të xhobiten nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me një shumë prej 500.000 lekësh. Po ashtu media që shkel këtë rregull mund të xhobitet me një shumë prej 2 milion lekësh. Këto masa synojnë të sigurojnë një proces zgjedhor të ndershëm dhe të paanshëm, duke garantuar që zgjedhësit të kenë mundësinë të shprehin vullnetin e tyre pa ndikime të jashtme në periudhën e heshtjes zgjedhore. Këto janë zgjedhjet e 11-ta për Republikën e Shqipërisë pas ardhjes së demokracisë. Në garë janë 2046 kandidat për 140 vende në parlament. Për herë të parë në këto zgjedhje voton edhe diaspora. Ky proces realizohet përmes postës. Vota e emigrantëve do të numërohet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe do të llogaritet sikur qytetari të kishte votuar në qarkun ku ai banonte në Shqipëri.